aq herë sa të kenë hyrë në Shqipëri, çështja është që të kenë hyrë për turizëm, pra për të jenë si turist në vendin tonë, për të shpenzuar kohë, për të shpenzuar para. Kjo është e rëndësishme. Kur flasim për turizëm, sa herë që mund të kenë hyrë apo jo. Sepse ndryshe nuk do të quheshin turist, për aq kohë sa nuk do të shpenzonin para. Në fakt, sfida është për ta diversifikuar turizmin. E kam fjalën këtu pra përveç turizmit detar, kemi turizëm malor, turizëm gastronomik, turizëm kulturor, në mënyrë që Shqipëria të jetë e vizitueshme në të gjithë muajt e vitit. Kështu që kryesisht këta turistë që vinë në Shqipëri, qoftë edhe për më shumë se një herë, Mario, nga cilat shtete janë kryesisht? Po kemi shtetet evropiane, 27 vendet e Unionit, ku sigurisht që kryesojnë italianët për shkak të afërsisë gjeografike, për shkak biletave të lira, janë ata që kryesojnë. Në vend dytë, duke i referuar këtyre shteteve të Bashkimit Evropian, pasi në kontinent marrëmëngjesh kemi shqiptarët e Kosovës, cilët përbëjnë më shumë se sa 45% të total. Pra nëse ne sot flasim për 10.2 milion turistë të ardhur deri në shtator, atëherë kemi gati 4.4 milion të ardhur shqiptar të Kosovës. Sigurisht dhe ata nuk janë 4.4 milion, por një pjesë e konsiderueshme tyre kanë hyrë dhe dalë më shumë se sa një herë në Shqipëri, kështu që shifra përllogaritet në kaq. Për sa i përket shqiptarëve të Kosovës, këtë vit kanë qenë më pak apo më shumë nëse do ta krahasojmë me vitin e kaluar, se një çështje që është diskutuar shumë dhe kjo. Edhe kjo ka dy anë të medaljes, shifrat tregojnë që jemi pothuajse në të njëjtat nivele, pra se krahasuar me janar-shtatorin e një viti më parë, ka pasur një farë rënje për periudhën e verës, pra nga korriku dhe gushti në 2 muajt e verës nuk ka pasur aq shumë shqiptar të Kosovës sa s'ka pasur në 2023-shin apo në 2022-shin, me liberalizimin e vizave ka pasur më pak të tillë, por kemi në periudhën e dimrit dhe në periudhën e vjeshtës më shumë shqiptar të Kosovës të cilët hyjnë. Kështu që në një farë mënyre janë balancuar, ai vakumi i krijuar gjatë periudhës verës është mbushur me këto dy stin të tjera. Pra, shqiptarët e Kosovës, tjerë turistë nga cilat shtete? Shqiptarët e Kosovës që kryesojnë, italianët të dytët, spanjollët, duke i referuar gjithmonë shtetasve evropian, kemi nga Gjermania, Britania e madhe i numër të konsiderueshëm, si rrallëherë ka pasur një dyndje të turistëve britanik, ndërkohë që nëse do të shkonim më gjerë kemi nga Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nga Amerika Qendrore, por edhe nga ajo e jugut kemi një numër të konsiderueshëm të turistëve, ndërkohë që kemi dhe nga Azia, përfshirë Azinë Lindore, një numër të konsiderueshëm. Nuk ka qenë, le themi, kaq gjorë se Shqipëria për turistët nga Azia Lindore, por është kthyer vitet e fundit edhe kjo, le themi, për shkak të linjave që janë intensifikuar fluturimet dhe rrjedhimisht kemi pasur më shumë se 33.000. Paka shumë vitet e fundit këta turistë kemi patur, Mario, pra Italia, Spanja. Pak ka ndryshuar tipologjia dhe në fakt ka qenë diktuar për shkak të tensioneve gjeopolitike, pra në një farë mënyrë kemi pasur më shumë bielorus, kemi pasur më shumë izraelit, kemi pasur më shumë ukrainas, kemi pasur më shumë rus, por për shkak, le të themi, tensioneve gjeopolitike nga viti në vit ka pasur një lloj ndryshimi, por që në një farë mënyrë gjeografia e tyre mbetet thuajse pa ndryshuar. Evropianët që janë shtylla kurrizore e turizmit në Shqipëri, turizmi patriotik me shqiptarët e Kosovës, por ashtu edhe nga Maqedonia e Veriut dhe Mali Zi, që kemi, le të themi, pjesën tjetër të turizmit po ashtu patriotik, që përbëjnë një pjesë të konsiderueshme dhe më pas zgjerohemi në Amerikë apo në Azinë Lindore. Mirë, për çfarë vinë tuajt në Shqipëri turistët? E kam fjalën përveç pushimeve. Çfarë tjetër gjejnë në Shqipëri? Vim për të pasur bileta më të lira për udhëtime tranzit, kemi gjithashtu një numër të konsiderueshëm të atyre cilët në vend të Adem Jasharit në Prishtinë zgjedhin Nën Terezën në Tiranë për të udhëtuar për shkak të çmimeve më të lira të biletave të udhëtimit, po ashtu kemi dhe qytetarë të tjerë cilët kanë destinacion tjetër, por që Shqipërinë e përdorin si tranzit. Kemi pasur më shumë se sa 500.000 të tillë të cilët kanë udhëtuar thjesht në sakt kanë cekur tokën shqiptare për t'u larguar diku tjetër për pak orë në janar-shtator të 2025-s, ndërkohë që kemi për qëllime shëndetësore, shifrat e Instat në fakt tregojnë që janë vetëm 322 të tillë, por unë do të thoja si perceptim personal, por edhe në fakt besoj që bashkohet shumë kush që ka shumë të tillë. Shërbimi dentar. Dentar dhe estetik. Ne shohim veçanërisht në Tiranë hund të operuar apo dhe vesh, ndërhyrje estetike në këtë rast do të ishte termi i dur. Kemi gjithashtu për qëllime fetare një numër të konsiderueshëm dhe për biznes dhe profesionale ku ka një rritje të konsiderueshme, në fakt me 53% se krahasuar me vitin 2024. Ka një rritje, le të themi, të këtyre flukseve hyrëse. E qartë.